Projekt vendim për dhënien e dakordësisë për aksesin në objektin e propozuar nga Agjencia e Zhvillimit Territorit ndodhur në SDK 3104, pasuria me numër 363, Radhim Vlorë. Nëse nuk ka ndonjë koment nga administratë, po. E kene rregull? Shtyp edhe një herë. Okay. Po, faleminderit zonja kryetare. Ky projekt vendim është rrëzuar muajin që kaloi. Kam një pyetje, çfarë ka ndryshuar që keni sjellë përsëri për votim, sepse gjithë këshilltarët e kanë rrëzuar muajin që kaloi. Ka ndonjë ndryshim apo është një njëjtë gjë? Kjo nuk ka qenë në rendin e ditës muajit shkuar. Mirë. Nëse nuk ka ndonjë koment nga administrata, e kalojmë në votim pro. Po pres. Me vrap kanton atje Nga administrata kush e do fjalën për sqaruar projekt vendimi numër 3? Ta afrohet para, të lutem. Denisa, të lutem, liro vendin që të ulen koleget të shpjegojnë projekt vendimin. Po. E dakordësisë për aksesin në objektin e propozuar nga Agjencia e Zhvillimit të Territorit, të ndodhur në zonën kadastrale 3140 për pasuri me numër 363 me sipërfaqen 168 m2 të ndodhur në zonën e Radhimës Vlorë. Atëre, ky projekt vendim ka lindur si rrjedhoje shkresës të ardhur nga Agjencia e Zhvillimit të Territorit me kërkesën për informacion në objekt leje ndërtimi për ndërtimin e objekt rezidenciale dhe hoteleri 4564 në vendodhjen Radhim, Bashkia Vlorë me subjekt ndërtues Aulona Konstruksion. Pasuria me numër 363 e llojit rrugë kanal ndodhet në zonën kadastrale 3140 me sipërfaqe 1500 m2, e cila është në inventarin para prag të njësisë administrative Orikum, referuar edhe shkresës me numër 672 fraksion 2, datë 19/7/2026 të njësisë administrative Orikum, bashkëlidhur edhe fleta e inventarit para prag. Me qëllim trajtimin e kësaj kërkese nga AZT-ja, gjithashtu është ngritur dhe një urdhër i brendshëm nga Bashkia Vlorë, i cili ka konstatuar se ky kanal është jashtë funksionit dhe nuk është jashtë funksionit dhe nuk është i përdorshëm sipas gjurmës së këtij kanalit. Pra, rezulton se nga punimet e kryera nga ndërtimi i bypassit, gjurma e këtij kanali nuk është dhe nuk është e dallueshme. Pra, ky kanali ka humbur funksionin e tij. Referuar ligjit 107/2014 për planifikimin dhe zhvillimin e territorit, për pronat shtetërore apo publike të cilat figurojnë në përgjegjësi administrimi nga institucionet publike, servituti i kalimit jepet nga KKUT-ja së bashku me lejen e zhvillimit apo ndërtimit pas marrjes dakordësisë nga institucionet përkatëse. Prandaj jemi drejtuar Këshillit Bashkiak për të marrë dakordësinë dhe më pas subjekti ndërtues së bashku me lejen e ndërtimit do t'i drejtohet KKUT-s për të marrë servitutin e kalimit. Po. Në rregull, po. Duke qenë që e di problem. Ka problem.
Dikur ka qenë një kanal që mirë dhe ujtë në izvor dhe si dhe në radhim, që kanë qenë dhe pompat që e qonin më lartë. Ato pompat janë shitur, janë bërë lokale, nuk ekzistojnë. Edhe kanali në pjesë të caktuara të tij, u shkyer pronarve një pjesë të tij dhe nuk është më në funksion ky kanali. Por në letra ekziston ai kanali. Është në disa vende është inekzistent. Se po them këtë e di shumë mirë edhe Valteri, po them që është atjere kështu. Kështu që thjesht ka qenë dikur kanal ujtë. Për kanalin ujtës bëhet, për atë. Unë me sa e di, bëhet fjalë për një kanal ujtës që kalon. Kanal ujtës është. Kanalin ujtës, bëhet fjalë për kanalin e vjetër ujtës, që kalon tek lokali jot, që kalon në të gjithë pjesën dhe nuk funksionon më. Që kalon atje tek këta babalet dhe tek këta merat, që është i mbyllur gjithandej. Nuk ekziston më, por në letra është kanal. Thjesht për ta sqaruar, domethënë. Faleminderit. Tani, ky projekt vendim edhe në mbledhjen e kaluar u rrëzua që në kolegjin e kryetarëve, sepse ishte i paqartë. Ja u kam thënë dhe ja u përsëris, është shumë e rëndësishme si i artikuloni dhe si i bëni projekt vendimet. Sepse po ta lexosh projekt vendimin përsëri që jemi sot, prap ka paqartësira. Zotria, firma, personi, kushdo që tjetë, po të kërkon vetëm një rrugë kalimi. Ajo rrugë kalimi mund të jetë duke vënë edhe beton mbi kanal për të kaluar. Nuk ka rëndësi funksionon apo nuk funksionon kanali. Na keni bërë një analizë sikur kompania do marri të gjithë kanalin, konstatimi kanali është i mbyllur lart nga bypassi, nuk funksionon, nuk bëhet, nuk ka fare rëndësi kjo pjesë. Kjo pjesë nuk ka fare rëndësi. Pjesa tjetër që çfarë bëhet me kanalin, kështu si e keni shprehur projekt vendimin, në komisionin e juridiku kemi thënë që në faqen e parë të projekt vendimit të shkruani dhënien e dakordësim për këtë numër reference dhe dhënien e një servityti, le të themi, për masa 30 metër me 5.668 metër katror. Kjo nuk duhet ishte të relacioni. Kjo shpreja që ai personi kërkon 168 metër katror, duhet jetë të faqe pare projekt vendimit. Po me shumë të drejtë, po e kemi... Po, ta mbaroj të lutem, ta mbaroj, nuk të preva. Duhet jetë të faqe pare asaj dhe thonë, kërkojnë 168 metër katror në 1500 metër që ka qenë kanal, është apo s'është funksional, s'ka lidhje. Në qoftë se është funksional, do t'i vijen pllaka betoni sipër dhe ajo kompania do të ta ketë si rrugë kalimi. Në qoftë se nuk është funksional, prap do t'i bëhet diçka për të kaluar. Kjo nuk na hyn në punë. Tani, fakti që nuk është funksional, kjo është më problematike se sa rrugë e kalimit. Çfarë, sepse ai kanal kur është bërë në kohën e Shokut Enver, është bërë me një qëllim dhe nuk mund të bërin kanale të bllokohen nga lart deri poshtë, sepse duke u bllokuar kanali, rrjedha e ujit devijon shtrat nga shtrati dhe bën kanale të tjera dhe prish pjesë të tjera. Kjo është problematike, plus me të drejtë këshilltari tha që atje ka qenë kanal dhe po të shikojmë në dokumenta kemi dhe një kthim përgjigje nga njësia administrative Orikum që thotë unë e kam në inventarin tim. Domethënë nuk është kanal, po është një inventar. Mos i hym këtyre pjesëve. Kështu që të lutem kur ta zbardhi projekt vendimin, shënojeni te faqe parë që thoni jepet dakordësia për një hapësirë 50 6.8 sa i bie 168 metër katror, nga kjo pasuri, nga sipërfaqja totale 1500. Dhe të gjithë jemi të qartë dhe nuk fillojmë aludojmë pastaj, jo do marr kanalin, jo do marr leje mbi kanal, jo do marr këtë sepse nuk ka sens logjik. Prandaj ju them që nga një herë kur filloni shpjegoni shumë, bëheni më lëmsh se sa ishit. Gjërat bëhen thjeshtme dhe qartë. Faleminderit. Të kërkoj ndjes si të ndërpreva, por doja të sqaroja që ne projekt vendimin e kemi saktësuar ashtu siç u la në komision dhe ndoshta ju nuk keni kopjen e... Po, faleminderit dhe nderuar kryetare. Ardhin. Jo, herën e parë thoshte do marr 1500 metra dhe do bëhet lehtë. Po ta ngatrojmë gjë të thash. Ratën e parë thoshte që është jo sa shkelje syri se ato i bëni ju zotëri, nuk i bëjmë ne. Jo, ato histori, ja se do kalojmë te 210 mijë aerodromin ne tani. Jam shumë i qartë, patjetër, por shprehuni mirë sepse po bëni lëmshë kot.
Se ju veti bëni lëngshë, dhe lëngshët i bëni me qëllim. Mendoj se objekti i diskutimit të këtij projekt vendimi nuk është çështja që është funksional apo jo ky kanal. Projekt vendimi është shumë i qartë, ku midis të tjerash domethënë citohet në shkres dhe disa element të cilët do të pengojnë edhe vijimësinë e kësaj marrëveshjes së dhënies së këtij aksesi. Ku duhet citoj domethënë nuk do të pengohet infrastruktura e kullimit të kanalit duke prishur gjitha parametrat e kalimit kullues, që do të thotë nuk është i rëndësishëm fare diskutimi nëse është apo jo funksional kanali. Kanali s'është sot, nesër duhet jetë është në inventarin e aseteve të njësisë administrative. Gjithashtu nuk do të jetë pjesë e konflikteve me palët e treta dhe kjo pasuri nëse do të bëhet pjesë e një projekti publik nuk do të lejohet më aksesi. Të gjitha këto kritere penguese cilat do t'i atribuohen kësaj marrëveshje garantojnë dhënien e aksesit edhe moscënimin e pronës publike dhe funksionalitetin në objekt të kësaj pasurie që është kanal plus rrugë. Faleminderit. Nëse nuk ka diskutime të tjera, e kalojmë votim pro. Njëzet e tre pro, një abstenim, një kundër, 4 nuk marrin pjesë votim. Miratohet. 2 kundër. Okej, miratohet.